Pejgamberit alayhi salatu wassalam, kuptojna silluj mirë me njerëzit. A thu vallë, a ka mësim më të mirë, mos sjell, ose a ka njëri në rrugën e historisë njerëzore, në rrugën toksore, në historinë e njerëzimit, njëri i cili është sill mirë me njerëzimin se Muhamedi alayhi salatu wassalam? Wallahi nuk ka. Andaj Allahu na ka thënë shembull këtë Muhammed Mustafa, dhe ne duhet me marr shembull se ai ka qenë i mëshirshëm, ai ka qenë i butë, ai ka qenë modest, ai u ka kthy njerëzve ato që e kanë ofenduar dhe me të keqe, ky u ka kthy me të mirë. A dini pse? Atu vallë një pyetje, kur njeriu ka një zjarm, a ka mundësi dikush me shkym me zjarm? Nuk ka. Me çka shkymë zjarmi? Zjarmi shkymet me çka? Me ujë. Andaj e keqja dhe zullumi në veçanti i muslimanit me muslimanin nuk shuhet me zjarm ose me arrogancë, po duhet muslimanit jetë durimtar, e në veçanti në këtë muaj të rahmetit, në këtë muaj të durimit jetë durimtar. Edhe çka? Tjetë i sjellshëm me ta, e atëherë asaj i thojnë ujë, e uji e shkym zjarmi. Andaj njeriu do të jetë i butë, modest, se me të vërtetë do të thotë zjarin për shkym ka uji, dhe muslimanit jo më jaktin me shpërsi ose me agresivitet, po duhet me mirësjellje. Ne kuptojna se me dal pianic njeri pi kafës, mund me bë vrasje. Me dal njeriu me shprizë në krah, mund me bë zullum. Ka njerëz të cilët kanë probleme tjera dhe ashtu me radhë, mund me bë zullum. Vesh një pyetje, a nuk është mbarrim me dal prej xhamie dhe më det gjaki muslimanit? Dikush mund me thonë Hoxha Efendi, këto fjalë ti lana një herë. Wallahi, inshallah është mësim kjo për neve këtu dhe çdo kund. Imani ti dhe takualloki ti nuk është në rregull. Njeriu ka dalë prej brazave, ka dalë prej shinave, ka dalë prej kolosekit, i cili e der gjakun e vllaut të vet. Edhe ati nuk i thojnë njeri, pa ajo është më i keq edhe se kafsha. Në veçanti në këtë muaj o vëllezër, ky din nuk na ka mësuar neve mos sjell keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë qitë Sofin në qafë. Pejgamberi alayhi salam nuk e u ka kthy me të keq. E kanë ofendu, i kanë thonë me gjnun, i kanë thonë i çmendët, i kanë thonë se hirbas, i kanë thonë shumë sende të këqija. Pejgamberi alayhi salam ka qenë i butë dhe modest, dhe me butësinë e tij ja u ka ble zemrat atyre që një numër i madh janë udhëzu në rrugën e Kuranit edhe në rrugën e Sunetit dhe kanë pranuar Islamin. Andaj, muslimanit nuk i ka hije dhe nuk ka pjesë të takuallokit mu sill keq me vllaun e vet. Po përkundrazi, në veçanti në këtë muaj duhet me qenë durimtar dhe me qenë musliman i cili ka frikë Allahun azza wa jall. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kan ton dhe sillu mirë me njerëzit kuptohet, e para është që mu sjell mirë. E dyta është me bën durim në fatkeqësit kur ai të bën zullum ty, ata shka e sharum deri tash, me qenë durimtar dhe mja kthy njerëzve me të mirë. Dhe e treta, me qenë bujar ndaj njerëzve, mi dhanë dhe mi ndihmu. Dhe e treta, mi dhanë buzëqeshje. Në thëtë me qenë buzëqeshje, se buzëqeshje e muslimanit ndaj muslimanit është sadaka. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, inna lil jannati abwaban thamaniya, faman kana min ahli as-salah duya min bab as-salah. Dhe Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se ka thonë Muhamedi alayhi salam, inna lil jannati abwab, janneti ka dyrë, thamaniya, të dyrë të jannetit. Kana min ahli as-salah, faman kana min ahli as-salah, e kush është prej njerëzve të cilët ka fal namaz, dhe të thirret prej derës në xhenet dhe do të hije nëpërmjet vlerës dhe vletës të cilën e ka fal namazin. Faman kana min ahli as-sadaqa, ai cili ka qenë bujar dhe ka dhënë sadaka, ka dhënë zeqat, duja min babu sadaka, dhe të hinë xhennet nëpërmjet derës së sadakas. Ai cili ka xhiru Ramazanin dhe të hije nëpërmjet derës në xhennet e cila e ka min babu Rayyan. Dhe ai cili ka qenë luftar në rrugë të Allahut, jo luftar për me vrarë vllaun e vet, po luftar për me ngrit fjalën e Zotit, li tekunu kalimatullahi hiya al-ulya, me qenë fjala e Allahut e lartë, dhe thirret në derën e cila është derë për njerëzit të cilët kanë luftuar në rrugën e Allahut azza wa jall. Abu Bekri radhiyallahu anhu, njeriu mas Muhammed Mustafas, i cili ka pas peshë dhe vlerë, dhe ishte kalifi muslimanëve. Tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atu vallë, a ka mundësi dikush me hi nëpërmjet këtë dyrëve të xhenetit, nëpërmjet këtë dyrëve të xhenetit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi. A di pse buzëqeshi o vëllezër? Është buzëqesh me këtë burr të madh, se ky njeri ka qenë për njerëzve më të devotshëm as Muhamedit alayhis salam.
Se ky njeri pjesë e takvallokit është sadakaja, është namazi, është agjerimi, është mirësjellja, është xhihadi. Janë këto punë që i përmendëm në ders, dhe ai njeri do të hije nëpërmjet derës së xhenetit. Ne ti bëjmë pyetje, nëpërmjet cilës derë të xhenetit do të hijmë? A jemi ata të cilët kemi frikë në namaz dhe falim shumë namaz? A jemi ata të cilët agjerimin e bojna komplet, agjerim të plot, në të cilin ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se nuk është agjerim vetëm me hangër dhe me pi, po me mbrojt njeriu vetveten. Andaj ka tjetër hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është do të thotë agjerim ai i cili agjeron vetëm prej mos hangër dhe mos pijes, po ai i cili e ndal vetveten prej harameve. Elusim Allahun azza wa jall na dhan neve prej banorëve të xhenetit dhe prej atyre të cilët do të kemi frikë Zotin subhanahu wa taala. Në fund do ta përmendim njëri prej dietarëve ka përmend se 3 puni ka pas merak, 3 vepra të shenjta dhe të mëdha në këtë botë, dhe ajo është pjesë e takvallokit, si jam fi ayamul harra, agjerimi në ditë të nxehta. Në ditë të nxehta na e kemi fllap. Ai burrë ka pas ibadetin, është nda prej kësaj dynjaje me një përmallim të madh, se po ndahet prej 3 ibadeteve të cilën e ka shiju kënaqësinë e madhe. E para është agjerimi në ditë të nxehta, e dyta i cili ka fal namazin e natës dhe po ndahet prej kënaqësisë së atij ibadetit, dhe e treta është largu prej mezhliseve të ulemave, prej derseve dhe hallkave të ilmit, edhe prej kësaj kënaqësie të madhe. Andaj kjo është pjesë e takvallokit. Kjo është kënaqësia e kësaj jete, me agjeru për hir të Allahut dhe me shiju kënaqësinë ndaj Zotit subhanahu wa taala, me fal namaz të natës, e jo mungut dhe dikush me këshyr, hoxha më jap plotsu qefin, hoxha Efendi shumë ka dalë për na falti. Po vëllezër, vallahi, kjo e kemi përmend në fillim të Ramazanit. Kjo nuk është sallë sportive për me bë edukat fizike, po kjo është ushqim shpirtëror në të cilën ne kemi. Dhe kjo është minimalja në të cilën na lejohet mu fal kështu. Ban vaki edhe me gut pak më shpejt, pik pyetja e kemi namazin edhe tamam. Po lutim Allahun që Allah azza wa jall me rahmetin e tij na mëshiron neve dhe t'i ban kabull gjitha ibadetet dhe t'na ban prej atyre të cilët do të ndëgjojnë fjalët e Zotit. Dhe për fund vërejtin e fundit, disa vëllezër nuk e kemi për dertin e fëmijëve, ata janë fëmijë dhe problemi është te prindit, nuk është te fëmijët të cilët bën zhurmë, po është te disa të cilët nuk kanë vakt me bën mohabet, edhe janë nisin ja krisin edhe ditën e xumës bëjnë mohabet në mafil. Ajo është ndaluar, edhe xhumaja atyre nuk është në rregull. Andaj le të kenë frikë Zotin se nuk është pjesë e takvallokit me në xhami me bën mohabet, po mohabet bëhet në mezhlis, bëhet në çajtore, bëhet në përshpia dhe ashtu me radhë. Xhamia është vend ibadeti ku duhet dëgjohen fjalët e Zotit, ku duhet të bëhet ibadet dhe të nënshtrohemi fjalëve të Allahut dhe të ushqehen shpirtat e tonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت. Vëlla i nderuar dhe motër e respektuar, na vjen mirë që jeni vendosur për të blerë këtë CD dhe shpresojmë se do t'ju pëlqejë. Me blerjen e kësaj CD-je, ju edhe keni investuar në da've dhe keni hisën e shpërblimin që fitohet nga kontributi i dhënë në këtë drejtim. Ky kontribut, sado që mund të shihet i vogël, te Allahu subhanahu wa taala është shumë i madh dhe i bereqetshëm. Vëlla i nderuar dhe motër e respektuar, shpresojmë se do të keni dobi nga kjo që keni dëgjuar dhe se do të lë gjurmë në jetën tuaj, duke fituar kështu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij. Kurse të gjithë ne në këtë mënyrë të fitojmë xhenetin si vendbanim tonin të përhershëm. Amin. Studio Dini është këshill. وانتشت روحي وصار الدمع يجري